Mos funksionimi i legjislaturës është humbje kohë dhe dëm për Kosovën, ka nënvizuar kryeministri në detyrë Albin Kurti, duke vënë pas se duhet analizuar me përpikëri situatën pas aktgjykimit të kushtetuesës. Konsideroj që është humbje kohe dhe dëm që nuk po funksionon Kuvendi i Republikës Kosovës. Kuvendi i Republikës Kosovës e ka zgjedh kryetarin, Dimal Bashën, i ka zgjedh 4 nënkretarët, Albulena Haxhiun, Vlora Qitakun, Kujtim Shalën dhe Emilia Regjepin. Askush nuk është duke e zënë karrigën e zbrazët për nënkretarin nga radhët e komunitetit sërb. Është dashur që të vazhdoj puna e kuvendit, sepse shteti i Kosovës nuk ka kohë për të humbur. Zonja Emilia Regjepi. Ndërkohë, sa i përket çështjes së votimit në pako të nënkretarëve të komuniteteve, Kurti nënvizoi se nuk mund të kthehet mbrapsht votimi i përfunduar. Emilia Regjepi është në kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk mundet votimi për Emilia Regjepin të anulohet. Prandaj ne kemi ngelur te nënkryetari i fundit nga komuniteti sërb, por mos harroni, nuk janë sërb vetëm ata të listës sërbe. Sërb është edhe Nena Drashić. Në një renon, përfaqësuesi i listës sërbe i morë veç 10 vota, a Nena Drashić i morë 56. Veç 5 vota t'ja jepshin këta 52 që janë të pozitës, sot nuk ishim duke i bërë këto pyetje dhe këto përgjigje. Emilia Regjepi u zgjodh nënkryetare Kuvendit nga pakica jo serbe në një votim ndarës nga pakica serbe në gusht, pavarësisht asaj në të kaluarën nënkryetaret u votuan në pako. Derisa Regjepi i mori votat e nevojshme, kandidati i partisë më të madhe të serbë në Kosovë, lista serbe, nuk i mori votat siç nuk i morën as kandidatët e tjerë të kësaj partie të hedhur në votim me short nga kreu i ri i Kuvendit Dimal Basha. Kjo bëri që lista serbe të ankohej në kushtetuese për veprimin e Bashës, i cili me vonë e shpalli të konstituar kuvendin pavarësisht moszgjedhjes së nënkryetarit nga minoriteti serb. Gjykata kushtetuese nuk e ka publikuar ende aktgjykimin e plotë të 30 shtatorit dhe asaj zakonisht i duhen rreth një javë për ta bërë këtë.